të flasim, në vend që të debatojmë, në vend që të jepnim kohë vetes të reflektonim edhe të bënim një analizë, kemi nxituar për t'i vënë një kapak kësaj humbjes dhe për të thënë që ndodhi, na ra kjo e keqe, tani të shohim edhe t'i frymëzojmë demokratët që të ringrihen. Unë po e përsëris, nuk po e them për herë të parë, vazhdoj të them që ky është një gabim i rëndë. Sot Partia Demokratike po vazhdon lojën luftash si dikur. Një lojë e cila po i përçan demokratët dhe nuk po i bashkon. Sepse në vend që të mendojmë, në vend që të flasim dhe në vend që të bëjmë analizën, por rendim gati për të dhënë gjoba. Njëri kundër disave, disa kundër disave dhe në fund fare ata që humbasin janë demokratët dhe sigurisht që përçahet Partia Demokratike. Unë nuk besoj se Partia Demokratike është një plaçk për të ndarë, as ndërmjet atyre që duan të kërrejnë tani dhe të marrin ndonjë llokëm, por sigurisht besoj shumë që është e gjithë demokratëve që kanë asetet dhe investimin e tyre në të. Për gjithë që e mbajnë mend, ka pas dhe një lojë tjetër kur ishin të vegjël, që ishte loja ngriva-shkriva. E njëjta lojë po vazhdon përsëri sot në oborrin e Partisë Demokratike. Kur në vend që ne të flasim dhe të shohim përgjegjësinë tek vetja, vazhdojmë humbje mbas humbje, ta kërkojmë përgjegjësinë tek oborri përballë nesh. Dhe as fitoria, as rindërtimi, as rithemelimi, as ngritja e Partisë Demokratike nuk vjen duke vazhduar me lojrat kapriçoze, hileqare dhe fëminore brenda nesh. PD-ja gjendet në një situatë të vajtueshme, por e nesërmja, nëse do të vazhdojmë kështu, do të jetë fatkeqësisht akoma më e vajtueshme.